Të nderuar, jemi rikthyer në këndin e personalitetit të ditës së sotme dhe temën për të cilën do të diskutojmë. Me që jemi në muajin tetor, kemi theksuar shpesh që është muaji i ndërgjegjësimit kundër kancerit të gjirit, dhe në këtë emision do të mundohemi që të japim mesazhe për të dhënë forcë për të gjitha gratë dhe shpresë për të mbijetuarat nga kjo sëmundje. Për të folur për përvojën e saj me këtë sëmundje dhe suksesin e saj të arritur në karrierë dhe në jetë, ne kemi nderin që sot në studion tonë të kemi Iba Laçi, që njëkohësisht është profesoresh e gjuhës angleze dhe në punëse në kabinetin e komunës së Tetovës. Përshëndetje Iba dhe mirë se na erdhe. Përshëndetje Ariana. Mirë se u gjeta dhe faleminderit për ftesën. Fillimisht faleminderit shumë që je zëri i këtij muaji në shumë emisione, në shumë televizione, në shumë dalje publike për të treguar forcë dhe shpresë edhe optimizëm për të gjitha gratë e prekura nga kjo sëmundje. Fillimisht të përgëzojmë për guximin dhe faleminderit që pranon ftesën. Falenderit gjithashtu Ariana, është kënaqësi, është nder, për mua është nder i madh që të jem zëri i gjithë atyre grave që po përjetojnë, kanë përjetuar ose do të kenë fatin që të kalojnë të njëjtën rrugë si unë, të jem zëri i atyre që nuk kanë mundësi që të shprehen, nuk kanë mundësi që të tregojnë storjet e tyre, të tregojnë dhimbjet e tyre ose atë hallin e tyre që po përjetojnë normalisht gjatë trajtimit, terapive e kështu me radhë. Të fillojmë nga e para. Fillimisht Iba, si e zbulove për herë të parë që me organizmin tënd apo me shëndetin tënd diçka nuk ishte në rregull? Ka qenë krejtësisht, rastësisht nuk kam pasur ndonjë simptom të thuash ndonjë dhimbje ose diçka, po ka qenë një pjesë, një ndryshim i vogël në mes shpatullës dhe gjirit, një ndryshim i vogël në krahor që mua më bëri që të pyes se çfarë është, domethënë ta ekzaminoj më tutje me ndihmën e mjekëve. Domethënë ka qenë krejt e rastësishme. Dhe fillove sigurisht pastaj kontrollat tek mjeku, ku edhe u diagnostifikove për të vazhduar pastaj trajtimin? Po, së pari herë shkova me një spital, ku aty nuk mu dha diagnoza e saktë, domethënë kishte një farë lloj dyshimi dhe nuk mu dha diagnoza e saktë, kështu që unë vazhdova me sugjerimin e mjekëve tanë. Vazhdova në Shkup, atje bëra një eho dhe një mamografi ku u konstatua se kam një ndryshim që mund të jetë kanceri i gjirit. Pastaj gjithashtu vazhdova me doktor Argjentin, me konsultime dhe me kontrolla njësoj, edhe këtu pasi bëra biopsin në Shkup, pas disa ditëve mua mu dha diagnoza që ishte karcinom. Përpara diagnozës ke bërë kontrole rutinore të përgjithshme për të parë se nëse ka diçka? Ariana, fatkeqësisht jo, se gjithmonë neve shkojmë me atë se mua nuk mund të më ndodhë. Domethënë me atë bindjen se e shohim të dikush tjetër, e dëgjojmë dikun tjetër, por askush asnjëherë nuk mendon se mund t'i ndodhë atij personit vetë një gjë e tillë. Kjo pjesë është shumë e rëndësishme. Ku e gjete pastaj forcën për të vazhduar përpara, pas diagnostifikimit? Janë ato ditë të cilat herë je mirë, herë je keq, domethënë derisa të bindësh veten se diçka po ndodh me ty, se ato rezultatet kur i sheh mendon se nuk flitet për ty, është një gjendje mohimi derisa ti ta akseptohet se është një luftë para teje, ti duhet ta fitosh. Edhe këtu kanë qenë këto ditët ku kisha ngritje ulje dhe pastaj duke e bindur veten se duhet të kalon, do të kalohet edhe kjo, do të dalim domethënë fitimtar dhe me kësi bindje e kam mbajtur veten. Dhe ku e gjete pikrisht këtë forcë, dhe kush konkretisht për të fituar në fund këtë betejë?
me këtë sëmundje? Po, Ariana, është shumë logjikshme që ne të gjithë forcën e gjejmë të njerëzit më të dashur që i kemi, të familjarët, edhe shoqëria rrethi ka të bëj shumë. Mua shumë më kanë suportuar, më kanë mbështetur edhe shoqëria, edhe familja, edhe buri, dhe normal kur shihja djalin tim, ai ishte motivi kryesor që unë thoja nuk guxoj ta lë vetëm. Shumë e bukur në fakt, të gjithë këtë forcë duhet ta kemi për të fituar betejat e jetës në përgjithësi, por konkretisht kur bëhet fjalë për shëndetin. Pas kësaj eksperience, a ka ndryshuar jeta jote? Sinqerisht ka ndryshuar shumë. E ke kuptuar vlerën e gjërave më shumë? Sakt, po, e vërtet është. Kam kuptuar vlerën e jetës, kam kuptuar vlerën e njerëzve që i kemi afër. Do me thënë, momenti të sjell një gjë të keqe që ti të thuash ato kohënat kur unë kam menduar se kam qenë keq, kisha qenë shumë mirë. Me thënë, është një ndryshim që bëhet edhe me bindjet e personit, gjithandej, edhe me fizikun, edhe me bindjet, edhe me syrin se si e shehti jetën, do me thënë, me të vërtet ndryshojnë shumë gjëra. Sa është e rëndësishme që këtë sëmundje ta zbulojmë sa më herët? Ke pasur fatin që ke zbuluar shumë herët, dhe edhe ke pasur sukses në trajtime dhe në shërim. Sa është e rëndësishme? Konsiderohem shumë me fat, Ariana, dhe këtë pjesë unë shumë e theksoj, se frika nga kontrollat ndonjëherë gratë i lërë që diagnostifikimi të bëhet në një fazë të vonshme. Unë për vete, kur kam dalë prej aty, e mbaj mend se nga shoku që e mora, e kam pyetur doktoreshën, a jam vonë? Se kur e merr një diagnozë të tillë, ti më është shumë e rëndësi të dish se a je në kohë apo je vonë. Prandaj është shumë e rëndësi. Trajtime, gjëra tani që janë zbuluar për kanceret e gjirit janë 90% janë raste të trajtueshme, të trajtuara me sukses, vetëm nëse kapet në kohë. Ky do të ishte në fakt ndoshta edhe ai mesazhi që do kishe dashur t'u japësh të gjitha grave që të bëjnë kontrolle rutinore paraprakisht, para diagnozës, për ta vërtetuar ndoshta në kohë edhe shërimi të jetë më efikas dhe më i shpejtë. Po, i ftoj të gjitha gratë që hezitojnë që një eho, një gjysë ore t'ja kushtojnë vetës, se neve ashtu jemi të zënë me jetën, të zënë me të gjithë për rreth nesh, mirë po nuk jemi të zënë me vetë vetën. Një orë t'ja dedikojmë vetë vetës edhe të shkojmë të bëjmë ato kontrollat rutinë, nuk humbasin asgjë, po nëse nuk i bëjnë, mund të humbasin shumë. Çfarë do kishe dashur realisht të mësoj apo të dije më herët më shumë rreth kësaj sëmundje? Edhe ky është një mesazh gjithashtu për të gjitha gratë, vajzat, femrat. Çfarë duhet të dinë më shumë për këtë sëmundje paraprakisht, domethënë? Sigurisht të lexojnë më shumë, por në aspektin e asaj të lexojnë dobishëm, se ndonjëherë lexojmë shumë dhe pastaj na ndikon negativisht në sistemin nervor. Ashtu është. Unë kam lexuar, Ariana, po me të vërtet nuk kam hyrë kur gjëra negative të lexoj. Kam lexuar statistika, kam lexuar gjëra, edhe jam munduar të lexoj gjithmonë gjëra pozitive që kanë një dobi për atë se ku gjendem unë, ku isha unë. Se me të vërtet hyna, kur kam kur jam diagnostifikuar, unë nuk kam pasur asnjë informacion, nuk më ka interesuar thjesht, dhe ka qenë, është gjë, mungesa ime, ajo, neglizhenca ime që sa të kudo, ose të ekzaminohen vetë. Kjo është që çdo grua mund ta bëjë atë. Të ekzaminohen në shtëpi, edhe kur t'ju vije koha e kontrollës, si është ajo një herë në 6 muaj, një herë në një vjet, nuk e di, të shkojnë të kryejnë atë obligimin ndaj vetes që e kanë. Pse është shumë e rëndësishme që për kancerin në përgjithësi të flasim hapur? Për shembull, e diskutuam edhe pak më herët, një paciente përveç që duhet të luftojë me sëmundjen, ajo duhet të luftojë edhe me paragjykimet, edhe me atë se çfarë do të thonë të tjerët. Prandaj pse është kaq e rëndësishme që të flasim hapur për kancerin në përgjithësi?
është shumë e rëndësishme se ne nuk e zgjedhim sëmundjen, sëmundja na zgjedh neve. Edhe është një sëmundje që kërkon trajtim një vjeçar. Është një rrugtim që nuk është i lehtë. Edhe imagjinoni me gjithë atë breng, me gjithë atë sfidë, ti duhet edhe të mbyllësh në vete, që nuk është në rregull, se krave u duhet maksimalisht për kraje, u duhet kuraje, u duhet motiv. Andaj edhe unë kam bërë hapin që të dalë para njerëzve, se për mua është shumë e rëndësi të ndihmoj një gruas tjetër, ndoshta edhe përmes ekranit, ose një fjalë të kurajeje, ose një fjalë të guximit, ja them që të gjithë së bashku ti të kalojmë këta vështirësi. Si mendon se mund të kontribuojmë pra atë që përmendet të gjithë së bashku në rritjen e ndërgjegjësimit kundër kësaj sëmundje, jo vetëm në muajin tetor, por gjithmonë. Pra çfarë duhet bëjmë ne si shoqëri më shumë për këta gra që janë të diagnostifikuara, por edhe për gra që mund të jenë kandidate? Mendoj se shumë e rëndësishme është biseda e hapur mes grave, se jo të fshihen, se ne jemi të programuara, në kohën e nënave tona sëmundja ka qenë turp. Më thënë se prej grave kam pritur që ata mos sëmuren kur, të jenë gjithmonë gatitur për familjen. Të diskutohen, të mbahen panele, të mbahen takime të tilla, si që jemi ne tani këtu, të flitet hapur edhe të kemi një suport më të fortë për njëra tjetrën, një zinxhir suporti për njëra tjetrën. Ku është roli i familjes në këtë drejtim? E përmendëm pak më herët, por edhe i shoqërisë. Për një grua, për shembull, që është diagnostifikuar, çfarë roli duhet të ketë shoqëria dhe familja në përgjithësi në këtë betejë, në këtë luftë? Për shoqërinë mund të them se nuk duhet stigmatizuar, nuk duhet që të shiqohen me një sy tjetër ata që tregojnë hapta se çfarë kalojnë. Do me thënë, shoqëria duhet të jetë më e hapur dhe më shumë të diskutohen hapur këto gjëra. Të jetë më e hapur, më suportive. Për familjen nuk e diskutoj, familja është ajo shtylla që e mban çdo njeri në këmbë, veçanërisht në këta etapa të sëmundjes, kur ti duhet të ballafaqohesh me diagnostifikimin, me terapit, po pastaj gjitha ajo ndryshimi që vjen pas. Është shumë e rëndësishme dhe unë për vete mund të them se kam qenë shumë me fat, kam pasur një burr të mrekullueshëm, shumë suportiv, që akoma vazhdon të më suportoj në çdo gjë. Edhe familjen më të gjerë, do me thënë familja e burrit, familja ime dhe shoqëria që kanë qenë afër meje gjithmonë. Po. Është në fakt IBA një tim, një ekip që punon në këtë drejtim, përveç radiologut, onkologut, e kështu me radhë kirurgut, nëse duhet ndërhyrje kirurgjikale, gjithashtu e rëndësishme është edhe ndihma e psikologut. Çfarë roli dhe rëndësie duhet të kenë psikologët në këtë drejtim? Qoftë edhe me seanca falas për pacientët të cilët janë të diagnostifikuar. Unë mendoj se duhet të ketë, nuk e di si është në programin e shëndetësisë, po duhet të ketë gjatë kësaj periudhes, duhet gratë të vizitojnë edhe psikologun, edhe një herë për gjithmonë duhet ai stigmatizimi i psikologut të hiqet, se në psikolog shkohet edhe kur ke një vështirësi për ta tejkaluar një situatë, kur ke një pikëllim që nuk e shpreh, nuk e tejkalon dot, ose pa marrë parasysh, do me thënë, prandaj janë psikologët, janë profesionista që kryjnë punën e vet në kësi situata. Edhe duhet të ketë, nuk di a ka, po unë nuk kam pasur ashtu suporti, po duhet të ketë se është shumë me rëndësi që si ekip, pa mjekun, pa psikologun, do me thënë radiologun, onkologun, nuk funksionon, se është tamam ai rrethi që e shtyn një pacient që përpara, si nga ana mjekësore, ashtu edhe nga ana emocionale. IBA, sot e kete kaluar këtë betejë, sot falë Zotit je mirë, je shëndosh, punon, vepron, i gëzohesh jetës, por megjithatë gjithë këtë sukses, kujt do kishe dashur të ja dedikosh? Ariana, falë Zotit, ndjehem mirë, jam me shëndet, jam mirë dhe mendoj të vazhdoj kështu. Sukseset në jetë
mund të them lirisht se ja dedikoj familjes time të ngushtë, jemi 3, jemi një familje modeste, por gjithmonë kam pasur suportin e burit, e kam djalin që më jep motiv çdo ditë, edhe ai është një suport pa limit për të gjitha ato që e bëj unë. Po. Dhe për fund, çfarë porosie, çfarë mesazhi do kishe dashur të ju japësh të gjitha grave, vajzave për ta luftuar këtë sëmundje, për ta prevenuar, për ta parandaluar, apo për të jetuar shëndetshëm në një jetë ndoshta më cilësore dhe më të shëndetshme? Unë gjithmonë kur jap mesazhin, domethënë bëni kontrollat rregullisht, kjo është kruciale të bëhen kontrollat rregullisht. Mirë po të ruhet edhe shëndeti mendor edhe shpirtëror. Shumë me rëndësi. Gratë tona gjithmonë e kanë pasur atë se është turp të flitet diçka, është turp të tregohet diçka, nuk është turp të kërkohet ndihmë kur ti mendon se një situatë të ka rënduar shumë dhe nuk mund ta tekalosh vetëm. Mos të mbyllemi në vete, mos të bijem në depresione, të shkatrojmë veten. Kontrollat e rregullta janë shumë me rëndësi, shpëtojnë jetë, të gjithë e dim. Mirë po, edhe jeta duhet të shiqohet gjithmonë me atë këndin pozitiv, se nuk ka gjë që nuk te kalohet në jetë. Vetëm duhet të ketë dëshirë edhe vullnet për t'i te kaluar. Ipa, faleminderit shumë që je simboli forcës, i fuqisë ndaj grave të cilat kërkojnë ndihmë dhe të kërkojnë sigurisht edhe ty personalisht një përkrahje të tillë. Faleminderit shumë që ishe sot pjesë e emisionit tonë që na nderove dhe njëkohësisht të uroj shumë shëndet dhe uroj që në të ardhmen të jesh sërish pjesë e emisioneve tona për të folur diçka edhe më të bukur, vetëm për suksese dhe vetëm për të arritura. Faleminderit shumë. Faleminderit gjithashtu Ariana, ishte kënaqësi. Kënaqësia ishte jona. Të nderuar, ishte pra kjo pjesa me personalitetin e ditës sotme. Uroj që porosit, këshillat, apelet, mesazhet sensibilizuese që dalin nga ky emision, por jo vetëm, që dalin nga ky muaj, që ka të bëjë me muajin e ndërgjegjësimit kundër kancerit të gjirit, t'i keni parasysh dhe të mos i harroni kontrollet rutinore tek mjekët. Vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me ne, rikthehemi pas pak në pjesën e fundit.